Kisha të paktën. Shumë shokë që dolëm. Ju e barku dynjas. Ajo, që kështë thënë aty? Që ishte ajo? Për nuk ka... Që ishte ajo që ke thënë? Që ta shi po më vjen do të pyes prapë. Pse s'kisha unë, pse unë s'po bëja do të fëmisa, unë farë. Kush ka thënë ty që unë s'bëj fëmi? Pse thëmë, kush ka pëskerë? Pa shumë ka thënë Olart atyja. Kush ka thënë ty që unë s'po... Më mirë kuptueshme kam thënë. Jo, ke thënë? Një grua e cila është përpjekur dhe për arsye fizike. Kush ta ka thënë ty që jam përpjekur unë? E kam sqaruar një të muhabet. Jo. Prajmë e para. Po jo, kush ta ka thënë? Dhe prajmë i parë, kam sqaruar një Jo, kush ta ka thënë? Ke thënë dhe për një të trupi, se që kishte të trupi tash se u. Jo, s'kam thënë gjë për trupin. Jo, e ke atje, i kërkoj videon prapë. Kush ta ka thënë ty? Unë ditë kem diskutuar. Unë them asaj tregoj mirë kuptueshme sepse ke të bësh po nga shpike ti këtë gjën? Çfarë nga shpike? Nga shpike, ku e di ti? Çfarë di unë? Ku e di ti këtë punën e fëmisë? Ku e di? Unë s'kam çfarë ndonjëherë ty. Jo, mor, jo. Di që ku ato fëmijët janë në një moment të sjell Zoti. A do të thënë ti e ke thënë nga mendja jote, ë? Po mirë, nëse unë kam dashur as kam dashur ta kem. Ora më fal. Çdo grua do të bëjë një fëmijë. Po ku e di ti? Unë mos kem dashur atë. Po s'kem dashur, dakor. Çfarë do kapesh me mua tani për të? Po jo, mos e tash unë e ri shikoj atë gjë, më vjen po ti la herë. Jemi në javën e 11 do të. Po jemi pra jemi se rimo më kujtohet se the për një gjë të trupit ke thënë. Jo. Po. Për arsye fizike kam thënë. Po fizike, çfarë është ajo fizike? Se kuptoj atë fizike. Në arsye fizike janë nga... Po kush ta dha aty arsye fizike? Më kupton? Do të thënë për çështje të natyrës ende nuk i kanë ardhur fëmijët. Më kupton? Çështje e natyrës arsye fizike. Po, unë s'ta kam qartë ty ndonjëherë këtë hall më lart. Kush të tha që ma ke qartë, më të kemi sqaruar njërë bashkë. Sa që ma ke qarë mua këtë hall.